Mjeku i epurdhër, hiqni dorë menjëherë nga këto 3 ushqime, e rrisin tensionin e gjakut. Tensioni i lartë i gjakut, ndryshe njohur si hipertensioni, është një sëmundje me shtrirje të gjerë edhe në popullat. Ai mund të ndikojë edhe në një sër procesesh të tjera jetësore, prandaj me do e mos duhet të mbaheni nën kontroll për t'i ardhur në ndihmë shëndetit tuaj dhe për të parandaluar më tej edhe komplikacionet që ai shkakton. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nëse nuk mbaheni nën kontroll, hipertensioni mund të rrezikojë rënd shëndetin tuaj të zemrës dhe të krijojë gjithashtu komplikacione të tjera shëndetësore. Gjithashtu ai mund ta bëjë jetën tuaj të dëmshme edhe nëse nuk kombinohet mirë me një dietë të shëndetshme, edhe gjithashtu edhe me ushtrime të duhura fizike, rreziqet e tensionit të lartë mund të jenë të dëmshme për organizmin. Por cilat janë ushqimet që duhet të shmangni në mënyrë që të mos ndikojë në përkeçimin e shëndetit tuaj dhe të mos krijojë përkeçime të tensionit të lartë të gjakut? Nëse jeni një person që vuani nga hipertensioni, tregoni më shumë kujdes me mishin dhe nën produktet e tij të paketuara. Mishi i paketuar përfshin hot dog, prosciutto, sallam, të cilat janë të kombinuara gjithashtu edhe me kimikate të cilat ndihmojnë në kohëzgjatjen më të madhe të këtyre ushqimeve. Nëse jeni një person që vuani nga hipertensioni, hiqni dorë mishrat e nënpërpunuar siç janë për shembull prosciutto, sallam dhe të gjitha llojet e tjera. Nëse jeni një person që vuani prej këtyre komplikacioneve, tregoni më shumë kujdes me shtimin e këtyre ushqimeve në dietën tuaj, pasi siç dihet mund të ndikojnë negativisht në procesin tuaj të shëndetit dhe krijimin e komplikacioneve. Ushqimet e ngrira gjithashtu janë të dëmshme në rastin tuaj sepse mund të ndikojnë në rritjen e problemeve të hipertensionit. Jeni në dieni se ushqimet e ngrira janë të gatuara një vit më parë përpara se t'i konsumoni. Një sasi e madhe e kripës është përdorur në mishra të tillë, gjithashtu edhe në picat të ngrira, për t'i bërë ato që të kenë një kohëzgjatje më të madhe edhe të ruajtjes. Nëse jeni një person që vuani nga hipertensioni, tregoni kujdes ose shmangini këto ushqime. Kripa gjithashtu, sidomos e shtuar në ushqime, mund të ndikojë negativisht në nivelin tuaj të hipertensionit, sepse mund të shkaktojë arritje të papritur të tij dhe të krijojë gjithashtu komplikacione të organizmit tuaj. Nëse jeni një person që vuani nga problemet e hipertensionit, tregoni më shumë kujdes me shtimin e kripës në gatimet tuaja, pasi mund të ndikojë në një rritje të papritur të niveleve të hipertensionit, të cilët mund t'ju kushtojnë edhe jetën. Fasulet e konservuara gjithashtu janë të dëmshme për shëndetin tuaj. Ushqimet e konservuara, në veçanti fasulet, kanë gjithashtu një numër shumë të lartë të natriumit, i cili është përdorur për shkak të afatit të zgjatjes së skadencës. Përdorimi i fasuleve mund t'ju ndihmojë të mbani nën kontroll hipertensionin, përsa kohë ato nuk përmbajnë nivele të larta të natriumit, ekspertët thonë se mund të konsumohen. Nëse doni të përdorni fasule të konservuara më parë, hiqni 41% të natriumit duke i kaluar ato në një kolluese në fillim. Vetëm në këtë mënyrë mund t'i konsumoni pasi mund të ndikojnë negativisht në proceset tuaja të shëndetit. Supat e gatshme gjithashtu janë shumë të dëmshme në procesin tuaj imunitar. Do të shokoheni nëse zbuloni se sa shumë element kimik ka te supat e gatshme, sepse ndihmojnë në mbajtjen e makaronave dhe perimeve të tjera të gatuara të zgjasin për më shumë në kohë, por ato mund të ndikojnë negativisht në procesin e shëndetit tuaj dhe të krijojnë gjithashtu probleme me hipertensionin. Produktet e domateve të gatuara janë të dëmshme në rastin tuaj specifik, pasi ndikojnë në rritjen e niveleve të papritura të hipertensionit edhe në krijimin e komplikacioneve. E keni vënë re ndryshimin midis një domate të cilën e rrisni vetë dhe asaj që e blini në dyqan. Domatet të cilat arriten në sera në një sasi tepër të madhe janë zakonisht ushqyera me pesticide për një kohëzgjatje më të madhe të produktit. Prandaj, nëse jeni një person që vuani nga këto komplikacione, siç është hipertensioni, përzgjidhni produktet e duhura.
Mishi dhe nën produktet e tij të paketuara dhe të përpunuara janë të dëmshme për shëndetin e personave që vuajnë nga hipertensioni. Mishi i paketuar që përfshin hot dog, prosciutto, sallam, salcice dhe të gjitha nën produktet e tjera janë të lidhura me kimikate të cilat ndihmojnë për një kozgjatje më të madhe kohore të këtij produkti. Nëse jeni një person që vuani nga këto komplikacione, tregoni më shumë kujdes në ushqyerjen tuaj, pasi se i çdihet një ushqyerje e keqe me produktet e gabuara mund të ndikojë negativisht gjithashtu edhe në krijimin e komplikacioneve të shëndetit. Ëmbëlsirat janë të dëmshme për personat që vuajnë nga hipertensioni. Ju e dini tashmë që ëmbëlsirat janë thjesht sheqer dhe kalori boshe, por është vërtetuar se personat të cilët kanë gjithashtu edhe probleme me hipertensionin do të fillojnë të vuajnë nga këto procese të dëmtimit të shëndetit të tyre edhe krijimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme në rritjen e niveleve të papritura të hipertensionit. Tensioni i lartë i gjakut i pakontrolluar mund të çojë në një sër rrezikësh serioze shëndetësore, si goditja në tru, ataku në zemër, madje edhe humbja e jetës në mënyrë të papritur. Megjithatë, mund të mbani nën kontroll përmes dietës nivelet e hipertensionit. Nga frutat e perimet dhe mëtej, ja lista e ushqimeve më të mira ushqyese që mund të përfshini fare lehtë në dietën tuaj që do ju ndihmojë dukshëm edhe në mbajtjen nën kontroll të këtyre komplikacioneve, të cilat me kalimin e kohës do të krijojnë gjithashtu edhe probleme me shëndetin e hipertensionit. Megjithatë, nga frutat e perimet dhe mëtej, ja ushqime të cilat sipas ekspertëve të Healthline mund të përfshihen në dietën tuaj, sidomos në menaxhimin më të mirë të niveleve të hipertensionit dhe përmirësimin e gjendjes suaj shëndetësore. Për të mbajtur nën kontroll problemet e hipertensionit, duhet të jeni më të kujdesshëm me ushqimet që përmbajnë sasi të tepërta të natriumit, pasi dihet se ato ndikojnë negativisht në proceset tuaja jetësore. Në dietën tuaj në këto raste mund të shtoni agrumet. Agrumet janë të mbushura me vitamina, minerale dhe përbërës të tjerë bimor, të cilët e mbajnë zemrën të shëndetshme, duke ulur tensionin e lartë të gjakut. Megjithatë, disa fruta agrume mund të ndërhyjnë gjithashtu në ilaçet tuaja të tensionit të gjakut, nëse i shtoni pa kontroll në dietën tuaj. Ndaj mund të konsultoheni edhe me ekspertin për të bërë përzgjedhjen e duhur. Salmoni dhe peshqit e tjerë yndyror mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dietën tuaj dhe të mbajnë larg gjithashtu komplikacionet. Peshqit e yndyrshëm, siç është për shembull salmoni, janë burime të shkëlqyera të yndyrnave të tilla siç janë omega-3, të cilat mund të ndihmojnë në uljen e niveleve të presionit të gjakut, duke ulur kështu edhe inflamacionet në organizmin tuaj. Për sa kohë kujdeseni më mirë për dietën tuaj, do ta keni më të lehtë të menaxhoni nivelet e hipertensionit dhe të vini në ndihmën shëndetit tuaj kundër këtyre komplikacioneve. Sipas një studimi, 2 racione me omega-3 në ditë janë një përzgjedhje shumë e mirë kundër këtyre shqetësimeve. Në dietën tuaj shtoni gjithashtu zarzavatet me gjethe, të cilat janë ideale për shëndetin e personave që vuajnë nga tensioni i lartë. Perime me gjethe të tilla siç janë për shembull spinaqi përmbajnë kalium, nivele shumë të mira të magnezit të cilat mbështesin nivelet optimale të presionit të gjakut. Spinaqit në veçanti është i pasur me përbërës me bazë bimore, si nitrati i cili mund të ulë gjithashtu presionin tuaj të lartë të gjakut. Në dietën tuaj shtoni gjithashtu edhe produkte siç janë arrat dhe farat. Arrat dhe farat, siç janë farat e kungullit, farat chia, fistikët, bajamet, ofrojnë edhe një element të burimeve të koncentruara të fibrës, të cilat janë shumë të rëndësishme në aktivitetet tuaja ditore dhe në një menaxhim më të mirë të niveleve të hipertensionit. Ekspertët shtojnë gjithashtu se shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj mund të ndihmojë në uljen e niveleve të tensionit të gjakut, një faktor antioksidues i cili mund të jetë i dobishëm për një dietë e cila synon uljen e tensionit të lartë të gjakut dhe përmirësim më të mirë të niveleve të shëndetit tuaj. Për sa kohë e përzgjidhni dietën tuaj me kujdes, do ta menaxhoni më mirë edhe problemin e hipertensionit. Në dietën tuaj gjithashtu mund të shtoni edhe vezët. Vezët janë një nga ushqimet më të pasura me lëndë të mira ushqyese, që ndihmojnë në menaxhimin e tensionit të gjakut. Vëmendje,
Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.